kënaqësitë e kësaj bote të cilat bazohen mbi epshë dhe ëndje edhe larg rrugës së Allahut azza xhel janë momentale dhe janë të rreshme. Kështu edhe Zoti e ka përmbledh e ka përshkruar në Kur'an se kënaqësia apo jeta e kësaj bote është dy sene. Është ose epshë ose lojë, dëfrim e hamendje që njeriu ja deh mendjen. Edhe ai mendon se është duke u kënaqur, në realitet është thjesht një mashtrim momental i tij. Kënaqësia reale, ajo e Allahut azza xhel është edhe në këtë botë reale edhe në botën tjetër. Prandaj ai i cili jepet mas epshëve thotë një dietar thotë personi i cili bën një haram edhe mendon që është duke u kënaqur, le ta di se ajo kënaqësi është momentale edhe është e rreshme, sado që ai pretendon se është reale. I shkon kënaqësia, i mbetet gjunahi për në botën tjetër. Përkundër një besimtarit i cili edhe kur e bën një ibadet që parimisht atij tjetrit i duket i lodhshëm, për shembull falja namazit. Ai që s'falet, ai thotë, është pa logjikshme 5 herë ditë më fal. Po unë që falem edhe ti, edhe çdo kush që na dëgjon, ai di se sa e lehtë është namazi dhe sa e lezetshëm është namazi.